jashtë këtyre kufive të sheshit, në për televizione, në për portale, jashtë Shqipërisë, jashtë kufive të Shqipërisë, diaspora dhe të gjithë që i kanë sytë në këtë shesh. Ne kemi për zemër një shprehje. Ju erdhi fundi. Aja themi pra. Ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Departamenti i shtetit ka nxjerrë një deklarat më 27 korrik. Unë do doja të citoja disa nga konkluzionet që nxirren pikërisht nga ky raport. Raporti publikuar më 27 korrik 2026 thekson: Shqipëria mbetet një vend ku kërkohet kujdesi i shtuar për shkak të kriminalitetit. Krimi organizuar vazhdon të ketë ndikim të konsiderueshëm në vend. Organizatat kriminale janë të përfshira në trafik ndërkombëtar, drogë, zhvatje, rishfet, pastrim parash, prostitucion dhe trafikim të qenieve njerëzore. Kriminaliteti u rrit me 17% nga viti 2024 në vitin 2025. Korrupsioni, mungesa e transparencës dhe dobësitë institucionale vazhdojnë të pengojnë zbatimin efektiv të ligjit. Investitorët e huaj identifikojnë si problem kryesor korrupsionin, mungesën e transparencës, ekonominë informale, mungesën e konkurrencës dhe zbatimin e dobët të kontratave. Raporti thekson se, megjithëse pak ka rritur hetimet, pandëshkueshmëria mbetet një problem serioz, pasi shumë zyrtar, politikan, gjyqtar dhe persona me interesa të fuqishme biznesi ende shmangin djegjen penale. Të gjitha këto janë thënë pikërisht nga ky shesh. Prandaj dhe ne jemi të zëshëm sot. Jemi të zëshëm sot pikërisht sepse dhe institucionet ndërkombëtare, BE-ja dhe Departamenti i Shtetit Amerikan thonë pikërisht ato që ne i themi tashmë prej shumë ditësh. Në çfarë dite jemi sot? Në ditën e 59. Kemi 59 ditë që theksojmë pikërisht këtë. Mafia dhe narkoshteti bie kur shqiptarët dhe njerëzit mposhtin frikën dhe ky shesh ka dhënë prova që ne e kemi mposhtur frikën. Ndaj dhe ne themi, dorë heqe, dorë heqe, dorë heqe, dorë heqe, dorë heqe, dorë heqe. Do doja të theksoja, ne kemi dorëzuar pranë SPAK-ut një material që quhet Albanian Files. Albanian Files dhe shumë projekte të tjera janë pjesë tashmë me sa duket edhe investigimeve të SPAK. Flitet për projekte të cilat bëhet fjalë për 57 projekte të përfunduara, 53 në ndërtim dhe 47 të pritje të lejeve të ndërtimit. Dhe 41% e këtyre projekteve zhvilluese nuk identifikohen publikisht zhvilluesit. Kjo është pjesë e korrupsionit, kjo është pjesë e mungesës së transparencës. Durrës Marina parashikon rreth 1.400.000 metër katror zhvillim. Njua Apollonia që zhvillohet në Fier është 1.5 milion metër katror ndërtim. Na u mor goja u bën si se Gjineja, i themi numrat gabim. 639 hektar territor në një sipërfaqe tjetër, Vlora Marin, por gjithsesi, ne mund të themi vetëm këtë, që të gjitha këto dëshmojnë që korrupsioni dhe narkoshteti dhe mafia po përpiqen të përdorin të gjitha projektet e zhvillimit për të ricikluar e për të fshehur paratë e tyre. Ky shesh e ka ndaluar tashmë këtë dhe ne do të vazhdojmë deri në fund pikërisht për këtë. Ne do të vazhdojmë deri në fund të rrim këtu sepse këto gjëra janë ekspozuar dhe ekspozimi këtyre tregon vetëm një gjë, ne tani nuk ka më kthim mbrapa. Dorëheqja e këtij njeriu nuk ka më kthim mbrapa. Narkoshteti nuk duhet të ekzistojë më. Shqiptarët nga e gjithë bota po vinë. Gushti është i diasporës. Diaspora do jetë me ne
gushti do ta mbushi këtë shesh. Ndaj